Përshëndetje shikues të televizionit 7. Siç e dim, Izraeli dhe Hamasi janë përfshirë në shpërthimin e tyre më të keq të dhunës në dekada, një që ka marrë mbi 3600 jetë. Krahu i armatosur i grupit palestinez Hamas filloi një sulm masiv, kompleks dhe të mirë koordinuar ndaj Izraelit në fillim të shtatëtorit nga territori që e kontrollon në Gaza. E sot e kam të ftuar Gani Mehmetaj, shkrimtar, autor e publicist shqiptar, ku do të flasim mbi temën Izraeli dhe situatat e vështira që ka ai vend tani. Në fillim të falenderoj që gjetët kohë. Ju falenderoj që më ftuat. Si mendoni që ka evoluar marrëdhëniet e Izraelit me fëmijët e tij gjatë vitit të kaluar dhe cilat zhvillime rajonale mendoni që kanë pas ndikim? Mendoj që ato kanë degeneruar në vitin e fundit, ka pas një përpjekje që të afrohen do të pikpamjet e shtetit izraelit me palestinezët, mirë po duket që disa forca brenda palestinezëve nuk ishin të gatshëm, Hamasi, pastaj nuk ishin gatshëm as Irani që sponsorizon Hamasin, po as Rusia që ishte interesuar të krijojë një konflikt në lindjen e afërm, lindjen e mesme dhe pastaj pak a shumë ta shpërqendrojë vëmendjen nga Ukraina. Nuk përjashtohet mundësia që edhe Serbia ta shpërqendrojë vëmendjen nga ndërhyrja që u përpoq ta bëjë në Kosovë, kështu që janë shumë faktorë që e përshkallëzuar në armiqsinë mes të Izraelit dhe Palestinës. Domethënë ishte një nxitje vogël, nuk ishte shumë e vogël, Hamasi bëri krime të mëshme në Izrael, ishte natyrshme e pritshme që pastaj Izraeli do të fillojë një fushat të gjerë, në shkallë të gjerë, me gjitha forcat e armatosura, ta pacifikoj ose të hakmerë në fund për krimet që i bëri dhe njëkohësisht ta disiplinoj Hamasin e palestinezët të cilët vazhdimisht kanë nxitur konflikte dhe janë krijuar raporte të tilla që gjendja në lindjen e afërm ka qenë të ndosur tash 70 vjet. Bile ndoshta që nga koha kur shpall pavarësia e shtetit izraelit, nëse palestinezët nuk e pranuan këtë pavarësi, sepse atëherë mendoni që duhet ta dëbojnë izraelitët në det, duhet t'i përjashtojnë fare nga Izraeli, kështu që nuk u pajtuar dhe pastaj një vit pas ja shpallën pavarësinë izraelitët, palestinezët me ndihmën e arabëve, sepse i fund e kryi palestinezët janë instrument i arabëve, një instrument disa forca të tjerë të arabe, kështu që pastaj ata nxitën luftë, lufta është e vazhdueshme, e egër, ka shumë viktima, ka shumë shkatrime dhe ka shumë armiqësi që është zot pajtohet edhe kohën e sotme. Por a mendoni se ka pas përditësim kohëve të fundit mbi konfliktin izraelito-palestinez ose ndonjë negociat paqe? Që që paqja është vështirë të kërkohet tash, kur armiqësitë e shkallë gjerë, është vështirë edhe të kërkohet që një shteti izraelit të jetë edhe pak më gjakftoft. Është e vërtetë që presidenti amerikan është afruar si mundësi që të shohë gjendjen dhe të analizojë situatën, por mendoj që nuk është koha tash për paqe, sepse ka përpjekje që të përshkallëzohet gjithë bota arabe, të armiqësohet me Izraelin edhe përshkallëzohet konflikti. Nuk përjashtohet mundësia që Irani të ndërhyjë nëse guxon nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu që tash për tash është vështirë të kërkohet një paqe mes këtyre dy kombeve, mes këtyre dy shteteve, mund të kërkohet vetëm një ndërmjetësim ose time out, një paqe e shkurtër, sa të kalojnë refugjatët ose sa ta marrin veten plagosit edhe të varrosin të vdekurit. Sepse një afat më të gjatë, ndoshta edhe mund të bëhet diçka e tillë, po nëse nuk zgjidhet një herë për gjithmonë konfliktin mes Palestinës dhe Izraelit, është vështirë të kërkohet diçka, e duket që nuk ka interesim që të zgjidhet ky konflikt në formën e duhur. Palestinezët edhe më tutje janë i thartë të asaj që Izraeli duhet të dëbohet në det, natyrisht Izraeli ka krijuar shtetin e vet shumë të fuqishëm edhe është stabil, kështu që as ka ndërmend të tërhiqet, po as nuk ka ndërmend të nështrohet terrorit edhe masat që i shkakton dhe i krijon palestinezë, qoftë grupet të ndryshme, Hamasi apo grupet tjera që emërton emra të ndryshëm, qoftë edhe ato forcat të cilat tash janë
pacifiku, por dikur ka qenë shumë militante, për shembull i thartë Yasser Arafatit, dikur kanë bërë terror në lindjen e mesme, në lindjen e afërm, tash janë më paqësor, po duket se ata askush nuk i pyet. Por çka mendoni që ka sjellë në këtë situatë Izraelin? Izraelin ka sjell presione, terrori i vazhdueshëm i palestinezëve, grupeve të caktuara palestineze, Hamasi pa grupe të tjera islamike, të cilat nuk pajtohen as me gjendjen e cilin janë, por nuk pajtohen as me shtetin palestinez. E kanë shumë që kanë baza fetare, por kanë edhe shumë që kanë baza të një ideologjie të skajshme që ka shkel kufit e kriminalitetit, domethënë ata nuk pajtohen me një shtet hebrej, për shkak që ideologjike fetare, po edhe të nxitur nga arabët e tjerë të cilët po ashtu kanë një urrëtie patologjike ndaj Izraelit që nga koha e Muhamedit, domethënë që atëherë ka filluar një urrëtie e tillë edhe është përshkallëzuar varësisht nga situata, herë më shumë, herë më pak, po është një konflikt i ashpër i egër ideologjik më shumë se sa territorial, sepse ata territoret dikur i kanë përcaktuar çka do t'i takoj Izraelit e çka do t'i takoj Palestinës, po pastaj arabët kanë përdorur Palestinën si instrument në dorë të tyre dhe kanë manipuluar me popullin fatkeq palestinez, sa kanë pasur interesa meskine ose interesa të pushtetit, kështu që ata anëtarë kanë frikë se nuk do të qetësohen sepse nuk janë vetvetja. A mendoni që liderët tonë po e përkrahin mjaftueshëm situatën që po ndodh? Unë mendoj që liderët tanë janë treguar të pjekur, qoftë nga kryeministri, presidentja, liderët e partia politike janë treguar në nivel detyrës, domethënë e kanë parë që interesi strategjik është Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Evropën perëndimore, kështu që janë rreshtuar në rreshtin e duhur dhe në aleat të duhur. Kjo është për të përshëndetur sepse ka pasur tek këtu zëra që mund të jetë andej e këndej, po është shumë e mirë që janë rreshtuar si duhet, është e mirë ta mbajnë këtë tempo, sepse nuk kanë rrugdalje tjetër, sepse popullata shqiptare e Kosovës është në anën e Izraelit dhe në anën e perëndimit, kështu që ata ose do të jenë zëdhënës të kësaj popullate, ose do të shkojnë, do të largohen. Të vetëdijshëm që kanë mbështetjen e asaj popullate pikërisht për këtë qëndrim strategjik, ata e deklaruar më njëherë pas një hezitim, dhe është mirë që e deklaruar të tillë. Natyrisht duhet ta mbështesin Izraelin me çdo mënyrë të mundshme, sepse Izraeli në të kaluar na ka mbështetur neve. Juve e kujtohet vitin 99 kur Netanyahu ka pritur refugjatët e Kosovës edhe ka dënuar terrorin e Miloševićit, ka thënë që ne më mirë se kushdo tjetër e kuptojmë popullin shqiptar të Kosovës, sepse ne kemi qenë refugjat, sepse ne kemi ikur ashtu në për trena, edhe ka dënuar edhe terrorin e Miloševićit, për dallim nga një pjesë e madhe shtete arabe që kanë bashkëpunuar me Miloševićin, madje Yasser Arafati është takuar në atë kohë Miloševićin, ka mbështetur krimet e tij krahas palestinezëve të tjerë. Domethënë ne jemi me Izraelin sepse është aleati strategjik, edhe na ka mbështetur, shpresojmë që do të na mbështesë pavarësisht që tash është në gjendje pak më të rëndë, po ne kemi edhe një të kaluar të përbashkët, domethënë ata ishin të përndjekur, ne ishin të përndjekur. Ata ishin në kufit e ekzistencës, do të gati i shkatruan në gjenocid, po ndaj neve serbët të tjerë kanë ushtruar gjenocid. Kështu që kemi një farë të përbashkët, ose si thot në një rast Netanyahu, ne kemi shumë histori e pak gjeografi, kemi shumë të kaluar tragjike e hapësirë të vogël, sepse edhe Izraeli është një hapësirë e vogël, edhe ne jemi një hapësirë e vogël, pjesën më të madhe të territorit tonë kanë marrë të tjerët. A do të ndikojë ky konflikt mes marrëdhënieve Kosovë-Izrael? Unë besoj që do t'i forcoj këtë marrëdhënie, sepse edhe atë që besoj me qëndrimin tonë, edhe ne jem të përcaktuar që t'i mbështesim. Natyrisht duhet bërë përpjekje që të qetësohet situata brenda ne, s'kem ndonjë kapacitet as diplomatik, as shtetëror, po të paktën ta mbështesim moralisht Izraelin në këtë gjendje në cilën është, të mbështesim edhe fatkeqët me ndonjë ndihmë eventuale, edhe pse është vështirë të shkohet atje, edhe pse është vështirë të mbështesësh kur ata janë armiqësisht të disponuar ndaj nesh. Domethënë, ata edhe më tutje kanë thënë që ne jemi të gatshëm të shkojmë në Kosovë të luftojmë në anën e Serbisë.
Prandaj shumë më duket një situatë absurdi kur ka grupe të vogla që e mbështesin Palestinën pavarësisht këtyre deklaratat e palestinezëve, ata më shumë ose pjesën më të madhe janë me minoritar aziatik që jetojnë në mjedisin tonë, që s'janë identifikuar kurrë me shqiptarët dhe që duket i urrejnë shqiptarët, prandaj kanë një alergji ndaj përcaktimit tonë strategjik dhe deklarohen për Palestinën, edhe pse ne kemi afruar, kemi mbështetur në situata kritike, po duket ata nuk janë të këtij mjedisi ose nuk e dinë veten këtij mjedisi, prandaj në të ardhmen duhet të kemi një qëndrim të caktuar ndaj tyre. Përcaktohen ose të shkojnë në Azi, ose ta mbështesin shtetin e Kosovës, interesat strategjike të shtetit të Kosovës janë bota perëndimore, nuk është lindja. Faleminderit shumë nga ne për kohën. Të dashur shikues, këtu i erdhi fundi i kësaj interviste, dëgjojmë prapë në intervistat e radhës.